Dua ta nis me një pyetje. E mbani mend të varkën e Noeut dhe kafshët që vajtën avash deri te varka? Si mendoni? Vajti kërmilli në varkë apo jo? Kemi parasysh kërmilli që ka të guaskën e jetën, është shumë avash. E thuhet që dhe kërmilli shkoi deri në te varka, hyri. Se po të mos hynte nuk do kishim tani, kështu që kjo është shumë gjë e bukur. Sot do të flasim për maratonën e besimtarit. Dua të bëj një sqarim në fillim është që të gjithë ne që kemi pranuar Jezu Krishtin me anë të gjakut të tij që u derdh në kryq, e dim besojnë në këtë kishë apo jo. Ne jemi të shpëtuar, jemi të rilindur edhe kemi hyrë në maraton. Dhe kjo është falas, është nga gjaku i tij, është një dhuratë dhe nuk humbet dhe patjetër që nuk kemi bërë asnjë lloj vepre për ta fituar, okay? Besoj se jemi të qartë. Efesianët 2:8 thotë që jo me anë të veprave tuaja mund të shkoni siç bën çdo lloj fetari i mirë, por me anë të gjakut të Krishtit, me anë të besimit, dhe kjo është një dhuratë prej tij. Tani, e dyta, pjesa tjetër është që kur hyn në maraton në besimit, është që nga momenti që ti shpëtohesh, që ke pranuar Krishtin, për shembull, nuk e di, kur e ke pranuar Jezusin, në çfarë date? Po, që nga 2017 deri në vazhdim, kjo është një garë, është një maraton e besimit që ti po bën. Dhe derisa Krishti të shkosh bashkë me të pastaj të mbyllësh syt, atë kjo është nëse ti patjetër që e vazhdon me besnikëri, do kesh probleme nga vetë Jezusi. Pra, është ndryshe të hysh në maraton, që është falas, që është nuk humbet, që është shpëtimi i vërtet, dhe është ndryshe maratona e besimit. Maratona e besimit ka lidhje me shpërblimet në vendgjykimin e Krishtit. 1 Korintasve 3, 2 Korintasve 5 e tjera, ne i dim apo jo. Të mos humbasim kohë me këtë gjë. Tani, tek letra e hebrejve ka një gjë shumë të bukur që ne na inkurajon, do duam të shohim një anën praktike, anën jetësore që ne kemi. Letra e hebrejve, e Mateut dhe e veprave janë disa nga letrat që janë doktrinalisht, janë me do kujdes kur hyn ajo dhe do që ta kuptosh se për çfarë po bëjmë fjalë. Doktrinalisht letra e hebrejve ju tregohet dhe ju paraqitet atyre që janë në periudhën 7 vjeçare dhe për ta besimi, shpëtimi ishte ndryshe nga që kemi ne në kohët e sotme, besoj se jeni të qartë. Por ne do merremi ekskluzivisht kryesisht sot me kohën tonë, në kohën e kishës, dhe duam të shohim si ne mund të jemi ata garues që me durim dhe me shumë durim dhe me shumë durim ne trashëgojmë premtimet sipas Hebrejve 6:12. Okej? Tani një pyetje. Sa prej jush që kanë pranuar Krishtin, të ngrin dorën. Okej, po thuajse shumica, super. Sa keni një vit të shpëtuar? Të çojnë dorën, pra. Që keni më shumë se një vit të shpëtuar. Më shumë se një vit. Okej, mirë. Sa keni më shumë se 5 vite të shpëtuar? Okej, shumë mirë. Sa keni më shumë se 10 vite të shpëtuar? Shumë mirë. Sa keni më shumë se 15 vite tani? Shikon, duart po rallohen. Mirë. Sa keni më shumë se 20 vite? Okej. Tu janë me kokra. Sa keni më shumë se 25 vite? Okej, shikon, super. Tani, shumë mirë. Sa mirë që bitë e mi ecin në të vërtetën. Sa mirë që shoh fytyrat që kanë parë dhe do i shoh prapë. Tani pyetja është, po sigur të vi mbas 10 viteve ose 20 viteve, nëse jam gjallë, normalisht. A do shoh prapë të njëjtat fytyra që ecin besnikërisht? Kjo është një pyetje e mirë apo jo? Kjo është një pyetje shumë e mirë. Le ta analizojmë. Prandaj, duke parë se jemi të qarkuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, le të lëmë më njanë çdo peshë dhe mëkatin që na rrethon kaq lehtësisht. Dhe le ta vrapojmë me durim garën që është përpara nesh, duke shikuar te Jezusi, autori dhe përkryesi i besimit ton, i cili për ngazëllimin e vënë para tij, duroi kryqin, duke përçmuar turpin dhe është vënë të ulet në të djathtë të fronit të Perëndis. Prandaj shqyrtoni atë që duroi të tillë kundërvënie ndaj mëkatarëve, që të mos lodheni, të mos mpakeni në mendjet tuaja. Le të lutemi. Zoti i dashur Perëndi, faleminderit për kohën, faleminderit Zot që vërtet ti ke një fjalë për ne, faleminderit Zot që dëshiron të na mësosh Zot vërtet nga fjalët e gjallë, ato gjëra që ne kemi nevojë, se si ne mund të ecim me durim, me besnikëri, të pa lodhur, të pa dekurajuar, dhe vërtet kemi shpresë, kemi gëzim dhe ta bëjmë këtë garë të besimit në fuqinë tënde, në fuqinë e Frymës së Shenjtë. Ne jemi të çmuar, lutem. Amen. Mirë. Do shohim një histori
E di njeri këtë person është një notar e famshme në Amerikë. E di njeri apo jo? Normalisht, asu nuk e dija, kështu që le ta lexojmë. Në 4 korrik 1952, Florence Chadwick u përpoq të bëj gruaja parë që të notonte nga Catalina Island deri në brigjet e Kalifornisë. Distanca ishte 34 kilometra. Goxha e gjatë. Ajo notoi për 16 orë pa pushim. Imagjinoni 16 orë. Dhe erdhi në fund, nga që kishte shumë mjegull, e nuk po shikonte dot. Ajo u dorëzua. Dhe shumë e dekurajuar, kur e pyetën, a e dini, tha që kishte edhe vetëm 1.6 kilometra larg? Jo, tha. Ajo u trondi sepse nuk mund të shikojë ata sepse mjegulla kishte bllokuar pamjen. Dhe për shkak sepse nuk e shikonte dot bregun, ajo hoqi dorë. Tani, nëse ti nuk shikon dot dhe ka mjegull, një pyetje është kjo që a do ta mbaronte garën ajo nëse nuk do kishte mjegull? Patjetër, sepse shikimi i bregut tjetër do ta jepte asaj energji shtesë, forcë dhe pasion që ta përfundonte apo jo. Gjithsesi, ajo e provoi përsëri dhe me shumë sukses pastaj e bëri jo për 16 orë, edhe për më pak orë, por që ja doli, por që ideja është që ndonjëherë ne nuk e shohim bregun tjetër, nuk i mbajmë syt aty ku duhet. Nuk i mbajmë syt te kush? Tek personi të krah, te mami, te babi, te komshiu, te paraja, ndoshta, te puna. Ku i mbajmë syt? Ka vetëm një. Kush është? Është vetëm Jezusi. Amen. Ndonjëherë mund të kemi mjegull, por çështja është le t'i mbajmë, le t'i fiksojmë syt tek Jezusi, sepse ai, me anë të kësaj pamje, ne do bëjmë që të shohim bregun tjetër. Tani, ka shumë ndryshim kur hyn në një garë. Nëse gara është 100 metrash, dhe nëse gara është një maraton, 10 metrash ose më tepër. Kur ti hyn në një garë 100 metrash, ti duhet të japësh gjithë energjitë tua që në fillim. Ti je shumë entuziast, ti vrapon shpejt dhe mënyra, ritmi, postura dhe të gjitha gjërat janë ndryshe nga një garë që është në maraton. Nëse keni parë një garë që ecën me shpejt, ai mezi pret dhe do menjëherë të lëvizi. Pra, mënyra e lëvizjes është ndryshe nga një që merret me maraton. Një me maraton si ecën ai. Kështu. Po ky po tallet, po ec. Jo, ai ashtu ecën, sepse duhet të kuptojë që ai po ecën shumë, e di që e ka të largët. Dhe maratona nuk është 100 metrash. Dhe ai ecën kështu. Ecën duke sigur. Çfarë po bën? Ec, lëviz. Ndonjëherë ne dëshirojmë shumë që njerëzit besimtarët të ecin. Dhe unë vetë, për veten time, ndonjëherë them, po çfarë po bëj? Pse s'po lëviz më shumë? Pse s'po bëj diçka? Pse s'po lëviz? Pse s'po bëj më shumë? Dhe ndonjëherë nuk e kuptoj që të qëndrosh dhe të ecësh në mënyrën e dur është që me hir, me durim, avash. Ne do të kuptojmë që gara është maraton, nuk është 100 metrash. Pra, postura, mënyra, entuziazmi dhe shumë elemente të tjera është që të bëjnë diferencimin që të mos bësh garën e gabuar. Tani, nëse ti bën një garë prej 100 metrash dhe ecën kështu, a do ta fitosh? Jo. Ti je i fundit, ke hyrë në garën e gabuar. Por nëse ti fillon e bën me shumë shpejt si 100 metrash në një maraton, ti do jesh i pari për një sa metra. Për shumë do jesh i pari, do jesh të tjerë di ke mbrapa. Por problemi është që pastaj ti do ngordhesh, do biesh në tokë, do kesh fuqi sepse i ke harxuar të gjitha energjitë tua për një garë që nuk i supozuar të bëhesh ashtu. Pra, mendësia jon do të jetë ndryshe. Jemi në një garë maraton dhe jo në një garë 100 metrash, okay? Është e qartë besoj. Super. Tani e para është pengesat që kemi në këtë garë për t'i kapërcyer. Gara besimit nuk është fush me lule, kur i thon, nuk është piknik, nuk është e lehtë, ka mjaft pengesa, ka lloje të ndryshme pengesash në aspektin frymëror që ne ecim dhe do shohim së pari heronjt e besimit. Prandaj thot duke qenë se jemi të qarkuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh. Vargu që thot këtu prandaj do të ka lidhje me kapitullin më parë që ishte heronjt e besimit. Ka mjaft heronj që ishin në kohët e vjetra. Te Romakët 15:4 thuhet që sa për gjitha gjërat që u shkruan në kohët e mëparshme, u shkruan për mësimin ton. Dhe ato që ne shohim te Bibla, te fjalët e tij, janë që ne të na inkurajojnë, të na nxisin që të kuptojmë që shiko se ti nuk je vetëm.
besimtarët e tjerë ka kaluar mjaft peripeci, mjaft gjëra që janë të vështira. Një proverb afrikane thotë shumë e bukur, thotë që nëse ti do të shkosh shpejt, do shkosh vetëm, por që do shkosh larg, ke nevojë edhe për të tjerë, ë? Jemi bashkë. Abeli, Enoku, Noa, Abrahami, Sara, Isaku, Jakobi, Jozefi, Mojsiu, Rahabi, Gideoni, Baraku, Jeftau, Danieli, Samueli dhe shumë të tjerë janë disa nga ata që janë te kapitulli 11 të tregojnë çfarë vuajtjesh, sfidash, problemesh. Imagjino pak të torturohesh, të hysh në gojët e luanëve, të sharrohesh më dysh, të kishe tortura në atë kohë që janë aq monstruoze, as ta imagjinosh nuk e mendon dot. Dhe tani krahasojmë ne në kohët e sotme me torturat tona. Po nuk vitet në kishte ka rënë shi, po s'kam çadër, ç'a ti bëj? Po hajde në kish, hajde të mërkurën, ç'a po bën? Po jam lodhur sot, s'kam fjetur shumë gjumë. Do fla. Po sa është ora? Ora 12 e drekës, po s'ka gjë. Unë kështu flet zakonisht. Çohem në 1 drekës. Okej, po imagjino pak po ti krahasosh me këtë gjë. Pushtuan mbretëri, vepruan me drejtësi, morën premtimet, mbyllën gojët e luanëve, shuan fuqinë e zjarrit, shpëtuan nga shpata, nga dobësia bërmësor, fituan betejë, u torturuan, gratë morën të vdekurit përsëri, u vranë me gur, u prën me sharr, u prën më dysh, jetuan të veshur me lëkurë, delesh e dhish, të varfëri, të përndjekur, të kishtuar. Bota nuk ishte e denjë për ta. Dhe për ata s'kishte problem, sepse për ta jeta ishte të jetosh për një kaos më të lartë, të jetosh për Krishtin, pavarësisht sfidave, pavarësisht problemeve të tyre. Të gjithë këta thuhet nuk e morën premtimin. Shikoni pak. A e dini që ky varg thotë që ata nuk e morën premtimin? Apo jo? Është e vërtetë kjo? Çfarë do thotë që Zoti nuk i mban premtimet? Kjo do thotë? Jo, absolutisht jo. Zoti është një Zot i premtimit. Zoti është i fjalës. Nëse Zoti e thot diçka, ai e mban fjalën. A e morën premtimin këta? Po apo jo? Jo në këtë kohë, jo në këtë jetë. Por ata besuan dhe e morën shpërblimin më tutje. Pra, imagjinoni pak mbas gjithë atyre që kaluan peripecish, mbas gjithë atyre vuajtjevesh, dhe prap nuk e pan me sy, por e pa nga larg dhe përshëndetën, sepse e dinin që ai që premton është i denjë të mbaj fjalën e tij dhe Zoti e mbajti fjalën e tij. Që Perëndia thotë kishte siguruar një gjë më të epërme, më të lartë, që dhe ne ishim bashkë me ta. Tani, duke parë thotë që jemi të qarkuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh. Fjala këtu është shumë interesante, është fjala qarkoj. Mund të kesh pranë, mund të kesh përreth, por fjala këtu është të qarkosh, si një kompas që ka një pikë dhe rrotullohesh. Për shembull, keni parasysh kur ran muret e Jerikos, ata i qarkuan me anë të lutjeve 7 ditë, ditën e 7 herë, apo jo? Kjo është fjala qarkim. Thotë që i ligu në sillet si një luan vrumbullues dhe do të na qarkojë. Është e njëjta fjalë. Pra, fjala këtu është të vish rreth e rrotull nga të gjitha krahët. Dhe këta janë bashkë, janë besimtarë të vjetës së vjetër, që ne na i kurajojnë që ne të ecim me besim. Te 2 Kronikave 18:31 është e njëjta histori, kur komandantët e karrocave pan mbretin Jehoshafat, është thënë që është mbreti i Izraelit, prandaj e qarkuan përreth për ta luftuar. Pra një ushtri vjen rreth e qark nga të gjitha anët dhe dëshiron që të na qarkojë. Kjo është pamja. Por ne jemi të qarkuar nga këta besimtarë dhe ne nxitemi, jo se ata shohin tani në këto mendje, jo, por ata janë si shembuj që na tregojnë se ne mund të fitojmë. Nëse Zoti i shpëtoi ata nga vuajtje të tilla dhe mbajti premtimet, ose jo, nuk ka rëndësi, ata Zoti prapë ishte besnik, apo jo. Dhe nëse Zoti mund të jetë në kohë kaq të vështira me këta besimtarë, vallë, a nuk do jetë edhe me ne? Cilat janë ato sfidat tona që ne ja japim Zotit, ja paraqesim atij? Apo i mbajmë për vete? A mendoni se janë këto vuajtje që ju po kaloni të njëjtat me vuajtjet që ka kaluar ata? Vështirë apo jo? Peshat e tepërta, shikoni pak, ka disa pengesa që janë në formë peshash. Tani, pesha e parë është, për shembull, je për një garë dhe je 30 kg më shumë. Si mendon, a do ta fitosh dot? Jo,
një nga gjërat që për shembull ndodhi edhe para sa vitesh ishte që kisha mbi pesh, isha obez, klasifikimi i parë. Tani jam më pak, po prapë ja s'jam aty ku duhet, por jam duke u sfiduar. Ideja është që pesha do të ndihmojë që ti të bësh garën ashtu siç duhet. Ndryshe nuk ke për ta fituar. Pesha, çdo gjë tjetër që ne na pengon është diçka që nuk është mëkat, por që ty ta eliminon, ta humbet kohën e duhur me Perëndin. Çfarë po bën ti në mëngjes? Apo ke kohën personale me Zotin? Çfarë po bën në drekë? Çfarë po bën në darkë? Kush ta vjedh kohën për të kaluar kohë personale me fjalën? Kush ta vjedh kohën për të kaluar kohë me vëllezërit, për të kurajuar? Kush ta vjedh kohën që nuk vjen rregullisht të mërkurave për shembull? Kush ta vjedh kohën që nuk je aty ku duhet dhe ti e di shumë mirë, por diçka tjetër ka hyrë në kohën tënde. Dhe kjo nuk është një gjë e keqe, ti mund të bësh gjëra që janë shumë të mira, një punë që ti e ke me shumë dëshirë dhe ti vazhdon i jepesh 2000%, mund të shohësh një film në darkë, e shikon 3 orë dhe në kohë Biblën nuk e hap as për 5 minuta. A mos është kjo vallë një bare tepërt, diçka që është ekses, që është me tepri, që nuk duhet jetë aty? A mund ndoshta ke haruar të marrësh gëshërët edhe ta presësh këtë gjë që është e tepërt, që nuk duhet jetë në jetën tënde? Mendoni pak, çfarë është diçka që ne na heq kohën dhe nuk japim kohën Zotit, shërbesës, kishës, vetë ne. Çfarë mendoni pak? Çfarë është diçka që ne na pengon për të rritur frymërisht? A mos vallë kemi lënë gjëra që të jetë të tepërta në mesin tonë? A mos vallë janë gjëra që ne e dim që nuk duhet i bëjmë, e dim që nuk duhet i japim zemrën asaj gjëre, por prapë së prapë kthehemi aty dhe prapë së prapë jemi aty? Ne duhet mendojmë që vërtet të konsiderojmë që vërtet kemi nevojë që t'i heqim to peshat e tepërta. Le të lëmë njan, thot, çdo lloj peshe. Te Galatit 5:7 thotë që ju vrapuat mirë, thot. Kush ju pengoi? Ne kemi pasur kohra në jetën tonë që ecim shumë mirë. Por pastaj ka kohra që sigur nuk ecim ashtu aty ku duhet. Nuk jemi me atë pasion ku duhet. Nuk jemi ashtu siç ne dëshirojmë të jemi, ashtu siç Krishti dëshiron që ne të jemi, apo jo? Dhe çfarë ndodh? Është që ne ecim mirë. Pse s'po ecën ashtu siç duhet? Dhe ndoshta një element është shumë i rëndësishëm është peshat e tepërta që ne kemi lejuar. A e dini që nëse ne nuk i krahasisim egjrat, siç tha vëlla Zani në konceptin e shpëtimit, por në jetën tonë të besimtarit, a nuk i lëm egjrat të rriten, se egjrat rriten vetë. Nuk ka nevojë as ti u hitesh, as ti bësh sismet. Por ti kultivosh një gjë të mirë, duhet punë apo jo? Duhet të luftosh që të jenë aty ku duhet. Por mball mos kemi lënë gjërat që janë të panevojshme, gjëra që mund të jenë shumë të mira, por thjesht na vjedhin pak kohën. Dhe sot pak, nesër pak, dhe siç është efekti i një topi bore që bie nga mali, dhe aq që i vogël fillon, pastaj bëhet i madh, derisa të merr para aty, pastaj hajde ta heqësh. Mos ndoshta vallë kemi lënë gjëra të tilla në jetën tonë. Të gjitha gjërat thot janë të ligjshme për mua, thot Pali te Korintasit, por jo të gjitha janë të dobishme. Mund të bësh çfarë të duash mendon ti, por prit një sekond. A është e urtë? A është biblike? A është e mirë? Vallë, a është ajo gjë e duhur që ti po bën? Vallë, a i pëlqen Krishtit? Të gjitha gjërat janë të ligjshme për mua, thot, por jo të gjitha ndërtojnë. Apo ndërton kjo gjë që ti po bën? Koha me personin që ti po kalon? Apo kalon mjaftueshëm kohë me fjalën, apo kalon kohë me libra të tjerë? Po kalon kohë me vëllezërit e motrat? Apo ndan ungjillin, siç e bëje më parë ndoshta? Apo vazhdon ti jesh në ar? Edhe nëse kohrat kalojnë, a je në ar ende, duke punuar, duke bërë punën e Perëndis? Mund të bësh shumë gjëra të tjera, absolutisht, je i lirë. Por mendo mirë se çfarë po bën me kohën tënde. Koha është e çmuar, koha është e limituar. Ne të gjithë kemi 24 orë në 24. Mos mendoni se kemi më shumë se 24 orë. Por çfarë po bën? Sa orë po fli gjumë? Po fli 12 orë gjumë? A mos vallë po flëm kur duhet jemi duke në ar, në kuptimin frymëror, a mos jemi duke bërë gjëra që janë në dukje janë të mira, janë jo të këqija. Por vallë po zvendëson gradualisht atë gjë që ti do ta bëje atë siç duhet me anë të Krishtit, i cili na jep jetë, na jep shpresë.
Mendojmë pak, çfarë kemi bërë që kemi zëvendësuar kohën tonë, elementet që ne duam të ecim të rritemi në Krishtin. Mos vallë kemi lënë që këto gjëra pak nga pak, pa e kuptuar, të na marrin kohën e dur për ta lavdëruar Krishtin, për ta adhuruar ashtu siç duhet. Tani, pjesa tjetër e pengesave është mëkati që është dinak, mëkati që është kaq lehtësisht thot fjala na qarkon. Mëkati kryesor është patjetër që është nëse jeni në gar besimi, është mëkati i mosbesimit. Çdo gjë që është mosbesim nuk i pëlqen Perëndit dhe kjo është e qartë apo jo. Por le të jemi më të afër me realitetin tonë. Mëkati që na qarkon lehtësisht. Shikoni pak. Kur Jozefi ishte te Potifari, çfarë ndodhte ditë mbas dite? Për ju çunat e kam, për shembull. Vinte kjo dhe çdo ditë. Sot ai thoshte jo, okay. Vinte nesër ai. Jo. Nesër prap. Jo. Jo. A mos vallë ka gjëra të tilla që mund ta keni në celularin tuaj kur nuk ju shikon njeri, kur jeni ndoshta vetëm? A mos vallë ka gjëra të tilla që përsëriten ditë mbas dite dhe ti i thua jo, i thua nesër prap jo, por ajo vazhdon dhe lehtësisht të vjen përsëri në sipërfaqe dhe ti duhet i thuash prap jo, dhe nesër prap jo, dhe nesër prap jo, dhe nuk ke dorë kollaj. Ti ndoshta lodhesh, dekurajohesh dhe prap së prap lufton me këtë gjë. Por e di çfarë? Kjo është ajo që quhet mëkati që na qarkon lehtësisht. Dhe mëkati ndonjëherë nuk vjen si me brirë, por vjen edhe në pamjen e të bukurës. Shikoni pak. Zënafilla 4:7. Nëse ti vepron mirë, thot, a nuk do të pranohesh? Dhe nëse nuk vepron mirë, thot, mëkati thot, ri aty te dera, strukull, dërgjit dera. Dhe ndaj teje, thot, ka për të qenë dëshira e tij. Ai dëshiron që të pushtoj, të vit tek ty. Por, thot, ti thot, ke për ta sunduar. Pra, mëkati dëshiron që ne të jemi pjesë e të bëjmë diçka që Zotit nuk i pëlqen. Dhe është bardhëzi, dhe është flagrante që e dim që është mëkat, nuk ka jo po është e kuqe e ngjyra e zezë e bardhë e kuqe, është e qartë, është e gabuar, por ti prapë së prapë duhet të kesh kujdes që të mos biesh pre e kësaj gjëje. Shikoni pak. Te Romakët 6:11 thuhet që në të njëjtën mënyrë konsiderojeni ju veten tuaj të vdekur ndaj kujt? Ndaj mëkatit. Tani, ne nuk është se kemi vdekur në arkivol apo jo, ne jemi gjallë. Por ndaj mëkatit është sikur të jemi një formë kufome frymërore. Tani, nëse merr një thik edhe pret dorën e një kufome, a do ulërasi ajo? Do bërthasi? Jo. A do ka ndonjë receptor nervi aty? Jo. Bëj çfarë duash nëse është kufom. Dhe në një të mënyrë ne do të kuptojmë që ndaj mëkatit do të jemi të tillë, të pandjeshëm. Pse? Sepse ne, thot fjala e Perëndis, duhet ta konsiderojmë veten si të vdekur ndaj mëkatit, që të mos ketë fuqi mbi ne. Okej? Është e qartë besoj. Shikoni pak. Te 2 mbretërve 6:19 është një histori shumë e bukur, që mbreti mendonte Sirian mendonte se kishte spiuna brenda tij dhe thoshte ore si ka mundësi që izraelitët dinë gjithmonë se ku po vendosim ne ushtrinë dhe ku mendojmë ne për ta pushtuar. Por ishte Elia dhe Elia thotë që ai ja tregonte gjithmonë mbretit para se të mirte vesh, sepse kishte një marrëdhënie të tillë me Perëndin në atë kohë. Dhe shikoj çfarë thotë shkrimi. Prandaj thotë njeriu Perëndis dërgoi fjalë mbretit Izraelit duke thënë, Ruhu thotë që të mos kalosh në X vend ose Y vend. Tani në aspektin tonë është e tillë. Ruhu për një X mëkat që ty të vjen lehtësisht, ndoshta çdo ditë jo, por për ty është problemi i madh. Ndoshta një vesë që s'e ke kaluar, ndoshta diçka që po lufton dhe për ty është lehtësisht që të vjen dhe thot Ruhu thot që të mos kalosh në këtë vend, sepse aty ka zyrë jarën. Dhe mbreti i Izraelit dërgoi njerëz në vend dhe tregoi dhe paralajmëroi që njeriu Perëndis, dhe e shpëtoi veten atij. Pra, ideja është që kujdesu për veten, që nëse e di që ka elemente në jetën tënde që ka mëkate që të vinë lehtësisht për të zhvilluar, atëherë merr masa. Nëse e di që në darkë je vetëm dhe ke putje televizorit, ik, shtriu, fli gjumë, ik, bëj një punë tjetër, mos ri aty. Merr një person tjetër, nëse e di që diçka ty të tundon, shmangju, bëj çmos
që ti të je ruash veten, sepse ti e di që ky vend, X vend, Y vend, aty janë sirianët, aty do jetë mëkati që dërgjet dhe dëshiron të pushtoj. Por ne do të jemi vigjilent dhe me anë të armatimit Perëndis, te Efesianët 6, do të kemi të veshur gjithë armatimin e Perëndis, të jemi të vigjilent dhe të jemi zgjuar të kuptojmë që lufta jonë është frymërore. Por si e tillë kemi nevojë të kuptojmë që kush janë dobësitë e mia, kush janë elementet që vërtet kam nevojë të ruhem, përndryshe një shigjet mund të vi edhe mund të më bëj dëm. Pra, duhet të ruajmë veten aty ku ne e dim që jemi të dobët. Shikoni pak sa bukur. Mos i beso kur bukurisë së tepërt. Ka të bukur, patjetër, Zoti e do të bukur, Zoti ka bërë çdo gjë të bukur. Amen. Zoti ka krijuar universin të përsosur, por ka edhe një bukuri që është mashtruese, që është dinake, që duket shumë e bukur, por dëshiron të skllavëroj. Thuhet që pallojnë thotë gjithmonë janë të bukur. Kemi parasysh me ato që flatrat që vjen kështu, por i han gjarprind. Dhe ideja është kjo që ndonjëherë bukuria mund të jetë shumë tunduese dhe mund të tërhiqesh nga bukuria e tepërt, eksesive. Por kujdes se mund të jetë kurth. Me shumë kujdes. Shikoni pak, te Isaia 53:2 thuhet që është një profeci për Jezusin dhe si erdhi ai. Ai erdhi thuhet nuk kishte as formë, as hijeshi, kur e shohim thotë, por s'kishte as bukuri të madhe për ta dëshiruar. Shiko pak, Jezusi erdhi i përulur, i nështruar, e tjera, por edhe ky element është shumë i rëndësishëm. Nuk la shkas që të ishte shumë i bukur. Pse? Sepse kishte një tjetër që ishte ndryshe dhe ishte i përsosur në bukuri, plot me xhevahire edhe diamant që shkëlqenin, ky tjetri te Ezekieli 28, ky ra pre e kësaj gjëje. Dhe shikoni pak, bukuria e madhe bëri që të pastaj të bjeri. Dhe ky ishte Luciferi. Shikoni pak ndryshimin, kontrastin. Pra, kujdesni sepse dhe ndoshta edhe mëkati mund të jetë dhe në pamjen e të bukurës, po të bukurës të tepruar, që nuk është aty ku duhet, apo jo. Zemra jote thuhet u lartësua për shkak të bukurisë sate. E shikoni çfarë ndodh dhe ku përfundoi pastaj ligu. Përfundoi poshtë. Pse? Sepse nuk e kuptoi që kishte lënë veten e vet pre e diçka që nuk duhet. Ka mëkate që janë të fshehta. Më pastron ato psalmisti nga ato fajet e fshehta, nga gjërat që nuk i di. Zot, më ndihmo që të kuptoj veten time. Zot, çfarë po ndodh me mua? Nëse ka diçka që unë nuk e kuptoj, fjala jote më jep dritë, Zot. Fjala jote më hap syt që unë të vështroj bukurinë tënde, të kuptoj ku po gaboj. Zot, më ndihmo. Zot, a ka ndonjë gjë që nuk shkon me mua? Më ndihmo, Zot, që të hap syt dhe të kuptoj. Ka besimtar që nuk e kuptojnë që bëjnë gabim ose mëkat. Dhe ka nevojë për dritën e fjalës së Perëndis që të jetë të rezatoj tek ata, që ata të kuptojnë si një pasqyrë, të shohin veten se ku janë që nuk janë në rregull, dhe që ata vetë nuk e kuptojnë, por fjala e Perëndis mund ta bëjë të njohur. Ka mëkate që janë të hapura publike, dhe ka jo besimtarë që bëjnë gjëra që janë jo të hishme, jo të urta, jo të dhura, por që janë të tilla, dhe Zoti do të gjykojë dhe këto dhe ato, patjetër. Ka veprat e mishit, ka mëkate që janë të vullnetshme, që ti i bën me plot vullnet, ti e di që nuk do ta bësh, por ti prapë e bën. Dhe patjetër që Galatasit thot çfarë thot? Ruhuni thot se mos ju mashtron njeriu dhe ruhuni dhe kujdes, sepse Perëndia nuk vjen të lojë. Çfarë të mbjell njeriu? E dim edhe përgjigjen apo jo. Ka mëkate të paditurisë. Nuk i di, bëra diçka, por më fal, nuk e dija. Okej, por mos e bëm më herë tjetër. Okej, pra ideja është që ne duhet kuptojmë që ka dhe të tilla që janë të padijes. Ka mëkate të mos veprimit. Kjo është shumë tinzare. Pse? Për shembull, ka një situatë që ne dim, jemi shumë të justifikuar nëse nuk veprojmë, por ti mund të veproje, se ti kishe mundësi ta ndihmoje, ti kishe mundësi të bëje diçka tjetër, ti kishe mundësi të veproje. Zoti njeh zemrën tënde dhe ti e di shumë mirë që këtu sikur je justifikuar në pamje të parë nga të gjithë tjerët, sepse ndoshta s'ke pse ta bësh, por mos veprimi jot për të ndihmuar, për të inkurajuar, për të bërë diçka që ti me shumë mundësi e kishe shumë mundësi ta bëje, ti nuk e bëre. Pra, ideja është që ka dhe gjëra të tilla që quhen mëkat, patjetër. Zot, na ruaj që vërtet të jemi të urtë
dhe kemi mundësi thotë që të bëjmë atë gjë që duhet dhe të mos bëjmë mëkat. Ka mëkate të arrogancës, ka mëkate që janë origjinal të ndaluar, ka lloj-lloj mëkatesh. Pra, ideja është që Zot më ndihmo të kuptoj kush është mëkati dhe çfarë është ajo dhe çfarë është në jetën time që duhet ta ndryshoj. Edhe Zot vërtet le të heqim jo vetëm barrat e tepërta, por edhe këtë mëkat që na qarkon vazhdimisht, që gara ime të vazhdoj me durim, me hir, me besnikëri, me konsistencë, me vazhdimsi, dhe të mos jem Zot për të hedhur poshtë apo për të dalë nga pista e vrapimit. Tani, e katërta, padurimi kronik. Ka njerëz që durojnë, ka njerëz që nuk durojnë. Kush janë ata që nuk durojnë? Janë fëmijët apo jo? Fëmijët duan diçka dhe duan tani, dhe fillojnë qajnë, e bërtasin, rasin, dhe nëse nuk ja jep, dhe këta janë sjellje të rësisht fëminore. Le të vrapojmë thot me durim garën. Fakti që ne dëshirojmë të maturohemi është edhe fakti që ne të kemi më shumë durim, më shumë maturi, më shumë pjekuri në aspektin që shpeshherë i dëshirojmë Zot, ende s'është bërë kjo gjë, Zot, po lutem kaq vite, ende, pse ende s'po vjen? Pse ende s'po bëhet kjo punë? Pse ende s'po bëhet X, Y gjë? Si ka mundësi Zot? Si ka mundësi? Dhe ne jemi të paduruar. Okej, është gjë e mirë që ja parashtrojmë Zotit ato që kemi në zemër, por në krau tjetër Zoti pret me durim që ne vërtet kemi durim, sepse është një element i maturisë që ne nuk jemi të nxituar, por presim. Ndonjëherë është shumë e vështirë të presësh, është jashtëzakonisht e vështirë. Ndonjëherë nuk do të presësh, por ne kemi nevojë të rritemi. Kemi nevojë sepse thuhet që gjë e bukur e Perëndis bëhet në kohën e duhur, në kohën e vet. Ne kemi kohën tonë, Habakuku 2:3, çfarë thotë? Nëse ka një vizion, diçka thotë shkruaj, thotë, dije thotë se koha jote është që ti do të presësh, por koha ime thotë është e përsosur dhe nuk do jetë asnjë sekond, asnjë sekond me vonesë. Por ne ndonjëherë duam në kohën tonë, dhe Zoti gjithmonë na parashton që prit. Kam kohën e dur, kam kohën time. A mund të kesh durim? A mund të durosh? O Zot, po kam mjaft gjëra që unë kam vite që po mendoj për këtë, dua këtë dhe më pëlqen kjo, e dua ajo e këtë, po si ka mundësi që kjo, po pse kjo, pse ashtu, pse luftë e madhe brenda nesh, por çështja është që Zoti thotë, ose thotë fare, vetëm hesht. Prit. Edhe heshtja e tij na bën që ne të kemi durim, më shumë durim. Edhe gjërat e mira, patjetër vëllezër e motra, kanë nevojë për durim. Kanë shumë nevojë për durim. Pse? Sepse nëse ne marrim vetëm gjërat në kontrollin ton, ne mund të jemi si Abrahami që po ikte koha dhe premtimi nuk kishte ardhur për Isakun, edhe çfarë ndodhi? Me anë të partneres së vet, patjetër, në mirë përputhje, hajde me Agarin. Pse jo? Le ta ndihmojmë Zotin. Dhe kur ne ndihmojmë Zotin, nuk ka një gjë të mirë që vjen. Dhe kjo është fryt i paditurisë edhe i padurimit ton. Ne shpeshherë duam gjërat shpejt, i duam në kohën tonë, i duam tani, i duam dhe nuk presim që Zoti në sovranitetin e tij, në Zoti që ka nga përjetësia në përjetësi, që jeta jonë është si një avull, thuhet. Çfarë janë 90 vite për ne, për Zotin? Zoti shikon ndryshe. Dhe Zoti dëshiron që në momentin që ai përgjigjet një kërkesë tënde, ai të plotësoj jo vetëm atë që ti po lutesh, por çdo gjë tjetër të jetë perfekte, sinkron rreth asaj gjëje që ti ke nevojë. Dhe Zoti është një Zot i dashur, një baba i dashur, i dhëmshur. Zoti ka më të mirën për ty, absolutisht, amen. Por çështja është që ti duhet të kesh pak më shumë durim. Edhe fjala durim duhet të jetë skalitur në frigoriferin tonë, ndoshta, shkruani ku doni, ki durim. Bëni pak durim, edhe pak më shumë durim. Edhe kjo është një element që ne kemi nevojë, nëse duam të ecim në garën e besimit. Fryti i frymës është dashuri, ngacëllim, durim, gjatësi. Sa fjalë e bukur që është te Bibla, durim, gjatësi, jo vetëm durim, po të jetë i gjatë. Durim, gjatësi. Shikoni se sa e bukur që është. Të rinjt do të mpakin, do të lodhen, dilmoshat kanë për të rëzuar, por ata që presin në Zotin, ata që çfarë? Ata që presin, kanë durim. Ata që presin në Zotin, do të rriten, forcohen
do të ripërtërin forcën, do të vrapojnë, s'kan për të lodhur dhe s'kan për të mpakur. Pra, shikoni pak, ata që presin në Zotin, apo pret ti në Zotin? Sa mirë është ta thuash me fjalë, po kur dal aty dhe koha ikën, apo presim në Zotin? Shiko, asnjëherë nuk kemi për t'i marrë gjërat e bukura, siç Zoti i ka për ne, nëse ne nxittojmë. Gjithmonë durimi është pjesë e këtij procesi. Ne i duam gjërat në kohën tonë, i duam gjërat shpejt. Zoti thotë që prit dhe vetëm prit. Dhe e di që ndonjëherë ka dhe raste që nuk duhet presësh, duhet të veprosh absolutisht, s'po flas për të gjë, por nëse ka gjëra që vërtet ne e dim që Zoti na ka premtuar, e dim që ai është i vërtet, e dim që fjala e tij është shumë e vërtet, e dim që premtimet e tij nuk do të zveniten, nuk do të harohen. Ai është aty, e dim të gjë. Por ne prapë kemi nevojë për durim. Dhe Zoti na çon ndonjëherë në limitet, dhe jo vetëm në limitet e durimit ton, por edhe në kohën shtesë. Ndonjëherë ne mendojmë që koha ka ikur për një X gjë apo Y gjë, por ka dhe minuta shtesë, apo ja. Kështu që keni besim te Zoti. Zoti është një Zoti i kohës. Kohët e mia, thot se psalmi, thot janë në duart e tua, thot. Kohët e mia janë në duart e tua. Dhe ndonjëherë s'na pëlqen, po ai te Danieli thotë që ai ndryshon kohrat. Kështu që le t'i besojmë atij. Le t'i besojmë Zotit. Përveç të kësaj që kemi me durim, ne kemi nevojë edhe për ripërtëritje. Një vrapues ndonjëherë gjatë rrugës merr një bidon me ujë. Pse? Sepse është i dehidratuar, ka nevojë të ecë në garë, në maraton. Ne kemi nevojë për ripërtëritje, kemi nevojë për rifreskim. Një fjalë ngrohtë, një psalm, një himn, një fjalë inkurajimi, një takim që vërtet të ngazëllon zemrën, një takim i bukur që t'i adhuron, ripërtërihesh, e do Zotin, një vëlla, një motër. Fjala e Perëndisë që është esenciale, koha me të, meditimi, ta shijosh fjalën, të kalosh kohë me të. Ju keni një det kaq të bukur këtu që mund të çojeni në mëngjes edhe duke bërë një xhiro buzetit mund të reflektoni sa i mirë Zoti, sa i madh është ai, sa i bukur është ai dhe sa e mrekullueshme është krijimi i tij, apo jo. Pra ideja është që le të rikarikohemi, le të marrim forcë gjatë rrugës, le të mos jemi pasiv, por vërtet duke ushqyer veten tonë, duke u rikarikuar, siç është një bateri që mbaron bateria shpejt, ka nevojë të rikarikohet. Ne kemi nevojë vazhdimisht për fjalën e Perëndisë, për kohën me të, për lutjen, për vëllezërit, për motrat, që vërtet të marrim atë fuqinë e duhur, atë inkurajimin e duhur. Tani, konfuzioni i identitetit. Gara që thotë që është vënë përpara nesh. Ndonjëherë ne nuk kuptojmë që vrapojmë, por vrapojmë në garën e tjetrit. Dhe themi pse gjërat nuk janë aty ku duhet. Gara është vetëm përpara nesh. Zoti dëshiron që ne të kuptojmë që ku po ecën ti në garën tënde, jo në garën e atij. Lëre se çfarë bën ai, lëre se çfarë bën ai tjetri, apo ecën me besikëri, me hir aty që je në garën tënde. Po ai kështu, po dua të dëshiroj atë gjë. A je në garën tënde, apo ecën aty ku duhet në garën që Zoti ka vënë ty, jo dikujt tjetër. Pse? Sepse nëse ti e konfuzon, nëse ti gabimisht je në pistë tjetër, jo vetëm që mund të shkosh në një vend jo të duhur, por ti nuk je pra të lloj piste, nuk je pajisur, nuk je thirrur, nuk je gati, e shumë elemente tjera që nuk duhet të jesh në pistën e tjetrit. Është pista jote. A e ke gjetur pistën tënde? A e ke gjetur shërbimin tënd? A e ke gjetur vendin tënd ku po jep më të mirën? Ku Zoti ka pajisur me dhuntitë tua? Apo bën punën tënde? Apo dëshiron të bëhesh si ai, si ajo, si pra, le të rendim në garën që duhet. 1 Korintasve 9:24 thotë që a nuk e dini dot se ata vrapojnë në garë, vrapojnë gjithë, por vetëm një e merr trofeun dhe çdo njeri ndeshet për kurora, është i vetë përmbajtur në të gjitha, i temperuar, i matur, vepron sipas rregullit. Tani në jetën tonë, në maratonin tonë në besimit, jo vetëm njëri mund ta marrë çmimin, por secili nga ne mund ta marrë çmimin e vet. Amen. Nuk ka problem fare. Por çështja është apo i ecën në pistën tënde, apo bën atë gjë që Zoti të ka thirrur të bësh. Si do Pali, te 2 Timoteut 4:7, kam luftuar një luftim të mirë, e kam përkryer rrugtimin, e kam përfunduar, pra fjalë. Pra apo ecën me këtë qëllim në mendje, që ti të ecësh me finishin në mendje. Zot do jem besnik deri në fund. Zot do jem besnik pavarësisht dallëve,
pavarësisht stuhive, pavarësisht vërtetësive, pavarësisht se ky person më la, ky më braktisi, ky iku, ky andej, ky kthej, nuk ka rëndësi. Zot, vazhdo rrugën që ke përpara me besnikëri. Dhe ky është qëllimi dhe mendësia që ne kemi për të arritur në garën që ne kemi para nesh. Shiko se sa bukur kjo. Psalmi 47:4. Ai, kush ai? Zoti apo jo? Ai do të zgjedh trashëgimin ton për ne e për sinë e Jakobit si ndeshi. Shikoni pak. Ndonjëherë ne dëshirojmë Zot, kush është, në thonjë za, toka ime e premtuar. Kush është ai person që ti ke, që unë do kaloj jetën? Kush është puna që ti ke për mua? Kush është ky shërbim që unë do të bëj? Zoti thotë që nëse ne ecim në të me hir, me përulësi, me dashamirësi, me gjithçka që ne kemi në zemër, Zoti thotë që premton që unë do ta zgjedh për ty trashëgimin tënde. Unë kam më të mirën për ty. A dëshiron ti të ecësh në rrugët e mia? Ti mund të bësh zgjedhje të tjera, absolutisht. Por Zoti thotë që unë do të kem trashëgimin për ty. A e beson këtë lloj gjë? Shikoni pak te 1 Mbretërve 18:21. Dhe Eliau thotë, erdhi për të gjithë popullin dhe tha, deri kur thotë do të më dysheni thotë midis dy opinioneve. Nëse Zoti është Perëndia, besojeni atë, ndiqeni. Por nëse është dikush tjetër, Baali, ndiqeni atë tjetrin. Dhe populli nuk i përgjigj asnjë fjalë. Zoti gjithmonë na dëshiron që ne të mos jemi me dyshim, por të jemi të qartë. Zot, dua të ndjek ty. Zot, dëshiroj të eci në rrugët e tua. Dhe Zoti thotë që okay, por mos keni dyshime. Nëse kjo është që vërtet ti dëshiron, eja tek unë thotë. Unë kam më të mirën për ty, por mos ki dyshim. Mos ki dyshim. Dhe ne shpeshherë ngatrohemi dhe me anë të dyshimeve dhe ne dalim jashtë shtëpisë ose jemi në kohë suspans dhe i qëndrojmë pa vrapuar. Ne nuk vrapojmë ashtu siç duhet sepse ne kemi dyshime që kemi mbjell në zemrën tonë. Ne e dim në dritë, si thuhet, mos dysho asnjëherë në errësirë ato që Perëndia të ka thënë në dritë. Ne e dim çfarë Zoti do për ne, çfarë duhet bëjmë. Por ndonjëherë ne thjesht dyshojmë fjalën e Tij, dyshojmë atë. Edhe çfarë ndodh është që ne nuk jemi aty ku duhet në garën e vrapimit. Dhe Zoti më shumë herë dëshiron që ne të na rikthejë në ato që ai është një dhe dëshiron që thotë që okay, mos ki më dyshime. Mos dysho. Nëse unë të kam ndonjë premtim, ki besim aty ku duhet, por mos dysho. Ki besim. Te Jozue ose Joshua 24:11 thotë që sa për mua thotë, dhe për familjen time thotë, ne do t'i shërbejmë Zotit. Nuk e di juve thotë, keni mundësi zgjedhje, por unë do t'i shërbej Zotit. Dhe dëshira e Zotit patjetër që të kemi një zemër të njësuar. 100% tek ai, pa dyshime, pa gjërat e tjera, të lëmë janë, por të kemi një zemër që totalisht është për atë, e njësuar, dhe vetëm ai. Pra zgjidhni sot thotë, kujt doni që ti shërbeni? Jemi të lirë? Absolutisht po. Por kujt do t'i shërbejmë? A do i shërbejmë Zotit? Ne dhe familja jonë? Shikoni pak, te Filipianët 3:13-14 thotë, nuk e llogaris veten thotë për të kam kapur, por një gjë bëj, duke haruar gjërat që janë pas thotë, dhe duke u zgjatur drejt gjërave që kanë përpara. Cila është mënyra më efektive kur ti ecën me durim? A mund të ecësh duke ecur kështu? Bum, ikën dhe bie, rrëzohesh. Nuk mund të ecësh kur ti ke kokën mbrapa. Ndodhi çfarë ndodhi? Okej, ec përpara. Ec përpara. Haroj gjërat që ke mbrapa. Dhe më shoj thotë drejt synimit, drejt trofeut të thirrjes së lartë në Krishtin Jezus. Kam një qëllim, kam një fokus, kam një arsye pse jetoj. Mbrapa është dhe groja e Lotit. Ktheu syt dhe u bë një statuj kripe. Mbrapa janë shumë gjëra që ti dëshiroje ti bëje ndryshe. Dhe po të kishe mundësi të ktheshe në kohë, masi do të bëje ndryshe. Por nuk ke mundësi. Kështu që lëri mbrapa gjërat që janë mbrapa dhe rend përpara dhe mëso nga gjërat që ke bërë gabim. A ka bërë gjëra që i kanë bërë gabim? Absolutisht. A e di që duhet të bëjmë ndryshe patjetër, por mësojmë, rritemi dhe i lëm gjërat e vjetra, i lëm aty dhe rendim përpara drejt thirrjes së Krishtit me gëzim, me hir, dhe me shumë pasion për ta, sepse ai thotë që dëshiron që ne të ecim përpara, të mos i mbajmë syt mbrapa.
është një është një video shumë e bukur, një reklam për syzet, kur punon me syze këtu? Ka ndonjë që punon me syze? Jo. Kishte bërë një reklam edhe njëra ishte shumë entuziasmuar se po ecën me këto, po me syzet e saj nuk shikonte mirë, shikonte mjegullazi. Edhe ishte aq e entuziasmuar sa që në fund e preu shiritin, e tha, "Ua, fitova!" Edhe shiriti ishte një zonë krimi. E policia aty, çfarë po bën kjo? Ideja është ndonjëherë ne mendojmë se e arritëm finishin, por mund të jemi në vend e gabuar. Pse? Sepse nuk kemi vizionin e dur. Edhe vizioni ju i dur na çon aty ku nuk duhet. Mund të jemi në një zonë krimi, siç është kjo. Pra ideja është që do të kemi një qartësi para nesh. E dyta, do vazhdojmë më shpejt se edhe koha shoh që po ecën. E tham, kishim pengesat për kapërcim dhe tani është perspektiva për triumf, ose ndryshe, pamja që kemi përpara për të fituar, për të triumfuar, për të ngazëllyer, për të qenë fitimtar, perspektiva për triumf. Fikso syt. Shikoni pak sa bukur. Në kohën që njerëzit e urtë ndoqën yllin, ata i kishin fiksuar syt për të arritur tek Jezusi që sapo kishte lindur fizikisht në këtë tokë. Pasi dëgjuan mbretin, ata u larguan dhe ja, ylli që kishin parë në lindje, çfarë bënte kjo? U ju printe përpara. Ishte si një navigator, si një gjë që vërtet ku duhet të shkojë Zot, okay, po shikoj kam yllin përpara dhe duhet të shoh yllin, të ndjek yllin dhe ai do më çojë në vendin e duhur. Si një vizion vërtet i bukur. Derisa erdhi dhe qëndroi mbi vendin ku ishte fëmia i vogël. Kur e pan yllin, ata u gazulluan me një gazullim të jashtëzakonshëm, pse? Sepse kishte lindur Krishti, shpëtimtari i botës. Amen. Dhe ideja është shumë e bukur që gjithë rrugën kishin vetëm një qëllim, të ndiqnin yllin, ku ylli do t'i çonte. Dhe mbasi ylli i çoi te vendi i duhur, ata kishin një gëzim shumë të madh. E njëjta gjë dhe ne duhet të shohim, të kemi syt tan të fiksuar tek kush? Tek Jezusi. Duke shikuar thotë te Jezusi. Proverbat 29:18 çfarë thotë? Kur nuk ka vizion, populli humbet, ikën, shprenohet, del jashtë binarëve, i themi ne. Nuk ka leadership, nuk ka asgjë dhe ikën dhe shkatrohet. Dhe është e njëjta varg, që thotë fjalë, që thotë humbet. Dhe thotë edhe te Gjoni 3:16, një nga vargjet më të preferuara tonë, apo jo? Perëndia ka shumë dëshi botën, sa që dha birin vetëm lindur, kur Zoti më thonë të mos humbas. Shikoni pak, kur nuk ka vizion, njerëzit humbasin. Në ku humbasin? E dim apo jo? Në një vend të tmerrshëm, në një vend që ka zjarr edhe mundime të përjetshme. Ne duhet të kemi vizionin e qartë. Gjoni 16:21 thotë, një grua thotë ka pikëllim kur është në shtërzim, kur është gati për të lindur, e kuptojmë, sepse i ka ardhur ora. Por sapo e sjell fëmijën në jetë, ajo nuk e haron, nuk e kujton më anksin, nuk e shikon më të kaluarën, por ka gëzim të madh thotë, se ngazëllimi që një ri lind në jetë. Apo jo? Është gëzim i madh apo jo? E haron vuajtjen, mundin, nuk ka një gëzim më të madh. Po ashtu dhe ne. Durimi i tanishëm thuhet nuk ja vlen as pak. More fare as i gram, as miligram të krahasohet me gjërat që Zoti ka përgatitur për ne. Dhe ne ndonjëherë e harrojmë këtë gjë. Dhe ne nuk e kuptojmë që shiko se ja vlen absolutisht. Dikush që thonë një gjë të bukur që në jetë njerëzit do luftojnë, por çështja është për çfarë po lufton ti? Do luftosh për atë që do të arrish, okay, por apo bën luftën e dur, sepse që a do të vuash, do të kalosh vështirësi, a do të kesh sfida? Absolutisht po. Pyetja është për çfarë ti po lufton? Apo lufton për gjën e duhur? Apo lufton për ato gjëra që janë të përjetshme, për ato gjëra që vërtet do jenë në përjetësi? Apo lufton për shpirtrat e humbur? Apo lufton, apo mbjell në fjalë, apo kalon kohë me Zotin? Apo bën gjëra që vërtet do të rrisin ty? Apo bën gjërat që janë të përjetshme? Apo po lufton për gjëra që janë të përkohshme? Mund të jesh i suksesshëm, mund të jesh milioner, mund të jesh pasha, mund të kesh të gjitha, por mund të jesh thjesht për gjëra të përkohshme që do t'i marri pluhuri, edhe do të veniten, edhe do të humbasin dhe nuk po lufton për gjëra që janë vërtet të duhura. Mi kthej syt tej, thotë, që të mos vërej kotësi dhe më ngjall në udhën tënde, thotë psalmisti. Mi ço syt aty ku janë të duhura. Zot, mos më lër të iki në gjëra të kota.
Zot, më ndihmo të kthej syt aty ku duhet. Shikoni pak, ka një ata që janë të interesuar për mjekësinë, është një sistemi i filtrimit që kemi ne në trurin tonë, në anglisht është reticular activity system. Ideja është që ka miliona zhurma që vijnë rreth e qark. Një zog aty, gjykalla këtu, kondicioneri, kjo po gërhet, ndoshta, ky këtej, ky andej, ka shumë zhurmë që bëhen, por në trurin tonë ne kemi një sistem filtri dhe filtri dëgjon atë gjë që do të dëgjoj. Dhe është një filtr i jashtëzakonshëm. Dhe ky është sistemi që Zoti ka bërë në ne që të dallojmë gjërat që vërtet kanë vlerë, që janë ato duhura. Dhe ndonjëherë ka shumë gjëra që mund të vinë, por ne do të jemi t'i lëmë një ato gjëra, dhe të qëndrojmë, të jemi të fokusuar vetëm te një, vetëm tek Jezusi, të dëgjojmë nga fjala e tij. Dhe kjo është gjëja më e bukur. Isaia 8:17, unë do të pres në Zotin që ka fshehur fytyrën dhe nga shtëpia e Jakobit, do të shikoj për ta. Unë do të pres. Ndonjëherë ai nuk flet, e ka fshehur fytyrën. Nuk e di si çfarë kemi bërë ndoshta një gjë që kemi zemëruar ndoshta dhe është fshehur, por thotë që unë do ta kthej prapë së prap fytyrën drejt tij, do të pres atë. Zoti dëshiron që ne të kthejmë fytyrën syt tan. Janë dy sy që ne kemi, por shohin një objekt, nuk shohin si strabist. Imagjino të shikoje dy objekte njëkohësisht. Wow, do ishte mrekulli. Jo, një objekt mund të shohim. Janë dizenjuar syt të shohin vetëm një objekt. Ne do të jemi super të fokusuar lazer për të qenë në atë që Krishti ka për ne. Për të qenë syt tan tek ai. Kjo është të shohësh në këtë mënyrë. Shikoni pak, te numrat 21:9, sa e bukur është. Kur Mojsiu thotë bëri një gjarpër prej bronzi sepse ishin kafshuar nga gjarprin në shkëtir, Zoti bëri diçka shumë të çuditshme dhe tha, "Ok, do të bëj një tip, gjarpri prej bronzi, por do jetë ndryshe nga gjarprit e tjerë. Nëse ti shikon atë, do të shërojë." Edhe shumë e bukur te numrat 21:9. E thotë që ashtu si Mojsiu ngriti lart gjarprin shkëtir, pikërisht kështu dhe njeriu do të ngrihet lart dhe kushdo që beson atë, të mos u mbas, por të ketë jetën e pritshme. Krishti u bë mallkim për ne, mori mëkatet tona dhe ky është momenti që ai bëhet si ajo gjarpër prej bronzi, por ideja është që kushdo që shikon atë do të shërohet, do të ketë falje, do të ketë jetë të përjetshme. Sa e bukur është piktura. Pra Jezusi dëshiron që syt tan të kthehen tek ai, na jep jetë, na jep shpresë, na jep gëzim të jashtëzakonshëm. Përveç se fikso syt, filloi një gjë, po edhe përfundoje. Autori dhe përkryesi i besimit tonë. Atë që nisi Jezusi edhe do ta përfundojë. Keni besim. Nëse ka një premtim që ka për ju, e nisi, do ta përfundojë. Është e sigurt, është 100% e sigurt. Keni besim. I cili thot për ngazëllimin, thot që ishte para tij. Gëzoj zemrën e vet, tani gëzoj zemrën tënde. Ka një gjë që kur ti ke një qëllim, shikon për te, ti e di që kjo gjë do të çojë aty ku duhet. Jezusi kishte një gëzim të madh, jo vetëm që ai vet po shikonte, por e dinte që gëzimi ishim ne. Ne ishim gëzimi i tij. Për shkak të vuajtjeve të tij thotë ne kemi jetë të përjetshme. Ne nuk mund të shpëtoheshim ndryshe nëse Krishti nuk do paguante 100% në kryq me anë të gjakut të tij, të merrte fajet tona. Sakrifica e dej ishte vetëm ai, nuk kishte asnjë tjetër, asnjë rrugë tjetër. Dhe për hir të kësaj, për shkak të këtij gëzimi, Krishti thuhet e duroi kryqin. Filipianët 4:1 thuhet që vëllezërit e mi dashur të shtrenjtë, fort të dëshiruar, ngazëllimi dhe kurora ime. A ju ka ndodhur që keni ndarë ungjillin dhe dikush ka thënë, "Oh, jam shpëtuar"? A nuk është kjo gëzim i madh? Ju ka ndodhur apo jo? A ka gëzim më të madh se ky? Krishti thotë që ky është gëzimi im, të shoh juve në dritë, shoh juve, që keni ardhur në shpresë, në jetë të përjetshme. 1 Thesalonikëve 2:19. Cila është shpresa jonë ose ngazëllimi? A kurora e ngazëllimit? A nuk jeni pikërisht ju? Pra, ne si jemi ato kurorat e gëzimit dhe Krishti pikërisht këtë po shkonte, që shpëtimin ton ndonse duhet kalonte përmes vuajtjeve të jashtëzakonshme, që as imagjinohet ndoshta nga truri ynë me 7-8% që kemi, por i vuajtjet ishin të jashtëzakonshme, por Krishti thoshte ka një gëzim për te, dhe gjithmonë sfida e një gëzimi të përtejshëm të mban
gjallë, të mban me të jep shpresë, të jep kurajo, të jep gëzim që ti të kapërcesh sa sfida që po kalon, sepse gëzimi yt është përpara dhe ti ke një synim edhe më të lartë. Duroj kryqin. Kryqi është një nga veprat romake ose persiane, ka lindur më parë, por romakët e shfrytzuan shumë dhe ato që bëshin në kryq ishin nga ana mjekësore, nga ana ishte janë të tmeshme dhe nuk dua të humbas kohë të shpjegoj ato gjëra, por imagjinoni pak dikush që është në kryq në agoni dhe ka marrë vuajtje kamzhik me copa hekuri që shkëpusin mishin dhe gjak kudo. Imagjinoni pak pa dehidratuar edhe shumë gjëra tjera. Dhe ai e bëri të gjë për ne. Që kush ishim ne? O Zot, kush jemi ne, Zot, që ti të hedhësh syt tek ne? Kush jemi ne, Zot? Ai e bëri këtë lloj gjë. Vuajtjet e kësaj kohe, Zot, nuk i konsideroj të denja të krahasohen me çfarë? Me lavdin që ka për të shfaqur. Shikoni, është pjesa e vuajtjeve tani që ti duhet të durosh, por syt, vizioni, shpërblimi janë për te. Dhe ti, për shkak të se shikon aty ku duhet, ti duron këto gjëra, sepse e di që ja vlen. E di që ja vlen. Dhe çfarëdo gjë që mund të kaloni në këto momente, një gjë do keni parasysh. Absolutisht që ja vlen. Absolutisht që ja vlen. Ja vlen absolutisht. Përçmoi fyerjet. Ai i përçmoi fyerjet. A e fyen patjetër. A e fyen në mënyrë në shumë herë. Çfarë bëri? Ai ktheu përgjigje? Jo. Ai thjesht i përçmoi. Keni parë filmin Matrix apo jo? Kur ikën nga plumbat, e gjuajnë me plumba dhe ata, ai nuk ka pasi plumb, është film, fantashkencë. Nuk ka rëndësi, po ideja është që i përçmoi, ju largua, nuk u mor fare. Ndonjëherë ka disa gjëra që ne për të ecur në maratonin e besimit duhet të shmangim, duhet t'i përçmojmë. Nuk ja vlen as të merremi me to. Pse? Sepse ndonjëherë dikush mund t'ju lëndojë, mund të thotë një fjalë që ndoshta sy ka ardhur mirë. Ka përceje, ka aloe, është e urtë të bëhet kjo gjë. Pse? Sepse më mirë, mos u merr atë me të gjë. Përçmoj fyerjet, është gjë më e bukur. Shpreso në Zotin dhe zhvon të ulet në të djathtën e Perëndis. Mbasi kaloi gjithë ato gjëra, u vë në vendet në të djathtën e Perëndis. Çfarë është vendi i djathtë? Është një vend i veçantë, një vend privilegji, një vend ndërmjetësimi, një vend pritje, një vend mbrojtje, një vend gatishmërie, mbretërimi, fuqie, sundimi, është një vend kënaqësisë në të djathtën e Perëndis, apo jo? Jezusi sot jeton dhe ndërmjetëson për ne. Ai ndërmjetëson sot për ne edhe vazhdon, shumë bekim. E fundit shumë shpejt, premtimet për vazhdimsi, pengesat ka përcim, perspektiva për triumf dhe e treta, premtimet që kemi për të vazhduar. Konsidero Krishtin, shqyrtoni atë që duroi. Krishti, pra analizoni është fjala, mendoni për të, ai është i denjë. Kujtoj ditë lashta, meditoj thot për gjitha veprat e tua thot. Kaloj kohë, mendoj, reflektoj, i konsideroj sa bekim. Kënaqësia e tij thot është në ligjin e Zotit, i cili mendon, mediton ditë e natë. Kaloni kohë me fjalën, apo kaloni kohë me fjalën, çdo gjë që bëni do të ketë sukses. Kjo është ajo që premton këtu. Kundërshtime dhe kundërshtar, duroi një kundërvënie ndaj mëkatarëve. Ai pati shumë kundërshtime. Dhe ne do të kemi patjetër, por le të qëndrojmë në fokusin e duhur. Mos u dekurajo që të mos lodheni. Gara është e gjatë. Mos u mendoni se është e shkurtër. Dhe unë po marr ca kohë shtesë Zani se më tha me kohën, por mos u dekurajoni, mos u lodhni. Gara është e gjatë. Mos hyr në garë si 100 metrash. Nuk është wow, sa bukur. Ndonjëherë ka ca besimtarë që të duken shumë entuziastë, shumë kështu, po pastaj kur i shikon pyet ku janë, ku vajtën? Ku u fikën? Ku vajtën? Sepse është durim, do durim, avash. Rruga është e gjatë. Mos u dekurajoni. Nëse vrapove me këmbësorët dhe të lodhën, ke bërë bashkë me njerëz, ke bërë vrap, okay, dhe ata të lodhën, vallë si do vraposh me kuajt? Kuajt nuk i kap dot. Do të lënë brava. Pra ideja është që merrni forcë, merrni fuqi, keni durim, rrugë martona e besimit është e gjatë. Mos u dekurajoni. Nëse ti nuk mban dot një lajthiza, ta zëm, se bëj reklam, bidon me ujë. 10 litrësh, si do mbash një 50 litrësh? Nuk e mban dot, sepse duhet të mësojmë të stërvitemi që të ecim rrugën e gjatë. Mos u ligështo. E të mpakeni. Mos u ligështo, është në mendje, është në personin tat.
Ka shumë gjëra që duan të na rrëzojnë, duan të na marrin poshtë, mos u pak, mos u ligështo. Le të mos lodhemi thua duke bërë mirë, sepse do të korrim në kohën e dur. Nëse nuk mpakemi, mund të ndash ungjillin për shumë herë, për shumë kohë dhe thua s'po shoh fryt zot. Por vazhdo, sepse bekimi vjen nëse ti nuk mpakesh, nëse ti nuk i dorë. Më kuptoni? Vazhdo, vazhdo. Me durim, Zoti ka çdo gjë në kohën e vet. Nëse mpakesh sot në ditën e fatkeqësisë, e vogël është forca jote. Mos e bëj të gjë. Merr forcë, merr kurajo, ec përpara. Duaj Zotin, falenderoj Zotin. Zot, por pse ndodhin këto gjëra? Falenderoje, ec, bëj të kundërshtën asaj gjë që do të bësh. Mos u anko, mos u qarafit. Mos u mpak. Vazhdo garën e besimit. Mos u konformo, është e fundit në mendjet tuaja. Është gjithçka fillon me mendje. Shikoni pak, mos konformohemi në këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të kuptojmë cili është kush i miri, i pëlqyeri dhe i përsosur i vullnetit perëndis. Ja, hajde pak. Dua të tregoj diçka. Në mendjen tonë kemi atë që është e mira, është niveli i parë, është e pëlqyera, e niveli i dytë. Po është edhe e treta, është medalje ari. Si e? Ja, kjo është një kuror për shembull që mund ta vendosim lejas. Unë mora leje Solenit e më tha që mund ta bëj dhuratë, po i thash dhe jap dhuratë. Kështu që kjo është e jotja, okay? Të kemi një kuror të tillë. Kjo është një kuror që ndoshta është e prishme, por ne do të kemi një kuror të paprishme. Çfarë thot? Sepse të gjitha fjalët e trishtueshme të gjuhës penës, më të trishtueshme janë këto. Mund të kishte qenë. Nëse çdo gjë që dëgjuat sot, okay, janë të mira, por do ri prap ashtu, jo. Mund të kishte qenë. Ne ndonjëherë i bëhemi pishman, nga gjërat që do donin të bëjmë ndryshe, por si kemi bërë. Mund të bësh sot, mund të fillosh sot. Dhe maratona e besimit është para jush. Le të lutemi. Perëndi i dashur, faleminderit Zot për kohën, faleminderit Zot për hirin tënd të madh, faleminderit Zot që ti na do, faleminderit Zot që fjala jote Zot ka dritë dhe na jep dritë. Faleminderit Zot që shpresën e kemi të gjallë në ty dhe vetëm në ty, nuk kemi asgjë tjetër. Ne dëshirojmë Zot të ecim me durim, me shumë durim Zot në rrugën që është para nesh dhe ne dëshirojmë që vërtet në fund të thuash të lumt, shërbëtor i mirë dhe besnik, hyr në gëzimin e Atit tënd. Ne jemi të çmuar, ju lutem. Amen.